Nëna vendosi të ndëshkonte djalin e saj sepse ai kishte ngelur në provim, ndaj la vetëm me zor në një pyll të largët që ai të mendonte për gabimin e tij. Ajo besonte se nëse ai nuk do ta kuptonte se çfarë gabimi kishte bërë, ajo nuk do ta lejonte kurrë që të largohej. Por kur ajo dhe burri i saj, Xheku, u kthyen, zbuluan se djali i tyre Luka ishte zhdukur. E vetmja gjë që ngjeti në tokë ishte kapela e Lukës dhe kishte frikë se diçka të mërshme kishte ndodhur, pikërisht pra djalit të saj. Ajo ishte e bindur se Luka thjesht po fshihej qëllimisht, duke u përpjekur që të hakmerrej për faktin se ajo i kishte bërtitur, madje hapi derën e makinës dhe bërtiti drejt pyllit, mjaft me lojën ku ka fshehti. Por ajo nuk po e kuptonte se gjatë gjithë kësaj kohe po fliste vetëm me veten e saj. Çifti hyri në pyll për të kërkuar Lukën, por sado fort që thrisnin emrin e tij, përgjigja vetme që merrnin ishte Jehona e zërave të tyre. Lisa kërkoi në përshkuret aty pranë, madje kontrolloi dhe rezervuarin e ujit, por ende nuk mundi të gjente asnjë gjurmë të djalit të saj. Dhe atëherë Lisa vazhdonte të besonte se Luka thjesht po bënte lojra. Madje ajo e kërcënoi duke i thënë se nuk do të dilte dhe do të duhej t'i bënte pompa çdo ditë dhe të harronte përgjithmonë lojrat me video. Xheku më në fund nuk mundi të duronte më, ai u përball me gruan e tij dhe e pyeti pse po e ndëshkonte djalin e tyre në një mënyrë kaq ekstreme. Pylli ishte plot me rreziqe të panjohura. Si mund të mbijetonte një fëmijë i vetëm atje në errësirë? Por Lisa mendonte se kishte lënë atje vetëm për 2 minuta dhe se nuk kishte asnjë mundësi që t'i kishte ndodhur diçka e keqe. Ajo nxori qetësisht konsolën e lojrave, e ngriti zërin në maksimum dhe tha se nëse Luka do të dilte tani, do ta lejonte të luante 3 ditë e 3 net pa pushim, një premtim i kotë. Ndërsa errësira po binte dal nga dal, Xheku ende nuk po arrinte ta gjente djalin e tij, veç se si mbeti gjë tjetër që të telefononte policinë. Kur policia mbërriti dhe nisi hetimin, zbuloi se ky pyll ishte shtëpia e luanëve të egër. Kur e dëgjuan këtë, të dy prindërit filluan të dridheshin nga frika. Ajo u tha policëve vetëm se Luka ishte zhdukur pasi kishte zbritur nga makina. Megjithatë, një police shumë e vëmendshme i ra menjëherë në sy se diçka nuk shkonte. 2 grupet e gjurmëve të frenimit në tokë provonin se historia e tyre nuk ishte aq e thjeshtë sa pretendonin dhe nuk ishte e besueshme. Gjatë marrjes në pyetje nga policia, Xheku më në fund tregoi të vërtetën. Doli se Luka kishte ngelur në provim dhe Lisa kishte humbur durimin, ndaj ndaloi makinën për t'i bërtitur djalit. Gjatë diskutimit, Luka humbi kontrollin e emocioneve dhe u hodh drejt nënës së tij, duke i bllokuar pamjen, ndërsa ajo po drejtonte makinën. Për këtë arsye, Lisa u detyrua të frenonte fort dhe ta ndalonte makinën. Policia i paralajmëroi se duhet të tregonin të vërtetën, përndryshe kjo mund të ndikonte shumë në të gjithë operacionin e kërkim shpëtimit. Në atë moment, Lisa më në fund u dorëzua dhe shpërtheu në lot prekës.